për shembull unë tani dalë para publikut si kandidat për doktor shkencë në Universitetin e Zagrebit, edhe si antar i kryesisë të një partije shumë serioze politike në Kosovë. Po ashtu e ke pas Memli Krasniqin që ka qenë në atë kohë pjesë e industrisë muzikës, që ka përfunduar si kryetar partije. Veç tjera që kemi pas edhe 2 kolegë nga grupi në atë kohë WNC është tirë, Dardan Belegun që sot është drejtor i televizionit Dugazin. Aralin Gjikolli ndjes past ka qenë drejtor i Telegrafit si portal. Derisa kolegë tjerë, ose Arbri që ka pas i ritmit rrugës në përsi një universitet, e kupton se këto nuk kanë mujt me ardhur për muzikës e për rrugës, por kanë mujt me ardhur vetëm për shkak të formimit, qoftë akademik apo një edukatë të mirë që e kemi zhvilluar dhe kemi konsideruar si vlerë. Derisa pjesa tjetër, do të thënë, kjo ndryshimi i brezit ka prodhuar një rrethan krejt tjetër për asaj që kemi manifestuar. Edhe, por tash me u kthy pak më mrapa, shohim që kur njerëzit janë informuar dhe na kanë njohur si personalitet, atëherë ne kemi thyer atë stereotipin dhe paragjykimin për kulturën muzikore të cilën e kemi prezantuar dhe kanë kuptuar normalisht atë tingull, atë zhandër në popull.